Horoskopi ditor e shtunë 18 tetor 2025. Dashi, Venusi do krijojë mundësinë që ju të kaloni një ditë fantastike për në të që dashuroni. Emocionet do jenë të papërshkrueshme. Beqarët do ndihen shumë mirë me lirinë që kanë, por kur një person interesant të josh, nuk do mund ta përballojnë dot. Financat do i menaxhoni me më shumë maturi dhe kujdes. Prandaj dhe gjendja nuk do jetë e keqe. Temi, do jeni më shprehës dhe më pasionant sot në jetën tuaj në çift. Dhe gjithçka do shkojë më së miri mes jush dhe partnerit. Do i harroni të gjitha problemet që keni pasur në të shkurën dhe do mendoni vetëm për të ardhmen. Beqarët do kenë një ditë romaneske dhe plot surpriza. Në planin financiar duhet pasur shumë kujdes. Yjet në fakt do ju nxitin të shpenzoni pa mas. Binjakët, Saturni do luajë një rol shumë të rëndësishëm sot në jetën e çift. Ky planet do të fillojë edhe më shumë lidhjen që keni krijuar. Do keni më të lehtë të shpreheni dhe të dashuroheni si e ndjeni. Beqarët nuk do e gjejnë as sot personin ideal, por nuk duhet të mërziten sepse kjo do ndodhë më shpejt se sa mendojnë. Financat do jenë shumë të mira. Gaporja, do jeni më të drejtë për drejtë sot ndaj atij që keni në krah, dhe në këtë mënyrë do mund të sqaroni disa mosmarrëveshje të së kaluarës. Në anë tjetër, duhet të largoni rutinën dhe të provoni eksperienca të reja. Beqarët do marrin shumë propozime, por duhet të mendohen mirë para se të pranojnë ndonjë. Me financat tregoni gjithkohës vigjilent. Luani, kjo do të jetë një ditë e veçantë për çiftet, sepse pikërisht sot do merren vendime të rëndësishme, të cilat mund të ndryshojnë edhe të ardhmen. Beqarët do fillojnë ta pëlqejnë jashtë masë një mik, i cili ka kuptuar në momentet më të vështira. Në planin financiar do jeni me fat dhe do arrini të stabilizoni shumë shpejt situatën. Do mund të hiqni edhe disa para mënjan. Vigjeresha, do jepen mundësi pafund për aventura kalimtare sot, por nëse nuk doni ta humbni përgjithmonë partnerin, as që duhet t'ju shkojë në përmend t'i provoni ato. Beqarët, nga ana tjetër, duhet të përfitojnë sa më shumë dhe duhet të hidhen në sulm. Në financat, duhet të vazhdoni ende të tregoni vigjilent, që të mos keni vështirësi. Tesorja, ditë shumë e paqëndrueshme pritet të jetë kjo e sotme për ta që janë në një lidhje. Nuk do kuptoheni as pak me personin që keni në krah, dhe kjo do sjellë debate të njëpasnjëshme. Edhe beqarët do jenë të paqartë për ato që duan të bëjnë, prandaj nuk do përfitojnë sa duhet nga ftesat që do ju bëhen. Në planin financiar do keni goxha përmirësime nëse nuk kryeni shpenzime ekstravagante. Akrepi, të dashuruarit do kenë një ditë normale, pa debate, por dhe pa pasion të zjarrt. Merreni gjërat si të vinë, pa u shqetësuar as pak për të nesërmen. Do joshni cilin dorë që të shihni sot ju beqarë, dhe mundësitë për të filluar një lidhje të qëndrueshme do jenë më të mëdha. Gjendja financiare do jetë e mirë. Mundohuni të hiqni disa para mënjan për rastet e papritura. Shigjetari, pas një periudhë të mbushur me zënka, më në fund do pajtohuni me atë që keni në krah. Do i kuptoni gabimet që keni bërë dhe të dy do dini të kërkoni falje. Beqarët do fillojnë aventura kalimtare, por që do i bëjnë të ndihen mirë për disa kohë. Financat nuk do jenë shumë të mira, megjithatë, falëndimës së disa miqve nuk do keni probleme serioze. Britsjapi, nëse jeni në një lidhje, duhet të bëni kujdes me debatet dhe mosmarrëveshjet që do keni. Partneri do jetë në humor shumë të keq dhe po u kalua caku do marrë masa ekstreme. Beqarët duhet të tregohen sa më të hapur dhe të përfitojnë nga ftesat që do ju bëhen. Në planin financiar duhet të tregoni largpamës dhe të mendoni edhe për të nesërmen. Ujori, ju dhe partneri do krijoni një lidhje të qëndrueshme dhe mjaft të fortë gjatë kësaj dite. Gjërat do ecin edhe më mirë se sa mendoni. Beqarët do fillojnë të njihen seriozisht me dikë të cilin kanë pak kohë që e kanë njohur. Financat nuk do jenë të këqija, por dhe jo aq të mira sa për të kryer shpenzime kuturu. Pak maturi do ju ndihmonte të ruani qëndrueshmërinë. Peshqit, të gjithë planetët do bëhen bashkë sot dhe do bëjnë jetën tuaj në çift sa më të bukur. Do zgjedhoni në shumë kohë foljen dashuroj. Beqarët do kenë flirtime pafund, por ende nuk pritet të ndodhin lidhje të qëndrueshme. Në financat do merreni më shumë se kurdo herë tjetër. Gjendja do vi duke u përmirësuar, prandaj
mund të kryeni edhe ndonjë shpenzim më shumë.